Unë të them këtë që kam ardhur nga Italia për këtë punë, që tashi bashkia të bashkohet me Bashkinë e Maliqit, mua me të Korçës nuk më pëlqen kjo gjë. Duan të kemi vojtur 45 vjetë, tashi të vuajmë akoma të shkojmë gjende në Korçë, një gënjë këte, të paguajmë para e të rri me muaj të tëra në përdyrët e zyrave. Nuk është e drejtë. Këte pensionet janë mizerje. Edhe njerë, bashkia. Këtu ku eshte, mua më ka pëlqyer e të rri këtu ku eshte. Gëzim të pshiu ka bere shumë. E doni prapë për kryetar? Kush? Unë e dua. Tashi nuk e di juve. Unë kam 20 vjetë që kam bikur, se ti e vloqishtare, unë ke vloqishtja. Që të më dish, po të më njosh. Edhe këta që janë këtu në zyrët, tërë më kanë pritur mirë, kam ardhur, kam mbaruar punë, më kanë pritur. Jemi një bashki e madhe me 81 fshatra, me 31.000 banor dhe kemi një shtrirje shumë të madhe. Pra jemi nga bashkit më të mëdha që ne mund të quheshim shumë një bashki bujqësore, sepse territoria është një fushë dhe ne nuk kemi se si mund të bashkojmë me Korçën. Ne nuk kemi asnjë problem me Korçën, por Korça mund të jetë e fokusuar tek turizmi dhe ne tek bujqësia. Unë jam shumë i zhgënjur sot me administratën dhe ndihem shumë i tradhtuar. Unë nuk kam fikti të gjëra Sinxhan, ndihem i tradhtuar nga të gjithë kolegët, sepse sot më duket sikur jam shitur nga ata, por unë do të luftoj për ata, do të jem këtu, edhe kur të kaloj këtu në Maliq, do kaloj me kokën lart edhe. Të duket sikur je shitur edhe nga kryetari i bashkisë, kryetari i partisë dhe 6 deputetët e tjerë të Partisë Socialiste? Në fakt unë edhe në postimet e mia i kam bërë thirrje të gjithë deputetëve, qoftë ai që ka marrë një votë, që ka përgjegjësi dhe nuk duhet të votoj shkrirje në parlament të bashkisë Maliq. Kimi është përballë ata që janë varur, ata që janë varur nuk i keni bërë boost. Nuk kemi ardhur për këtë. Raqkë, taqkë, maqkë, janaqkë, i kemi vendosur. Atëherë lutem. A keni një mesazh për drejtuesit? Mesazhin e drejtuesve politike kemi. Kjo bashki, unë nuk jap mesazhe për figura që nuk i përkasin. Unë nuk i përkas rrugës, unë i përkas institucioneve. Unë kam ardhur këtu të nderuar dhe kemi bërë bashkarisht si opozit nisma të mbëdhaja për këtë qytetari. Kemi thirrur në Këshillin Bashkiak për aq sa numra kemi në mbledhjet të jashtëzakonshme për përmbytje. Kemi thirrur Këshillin Bashkiak në mbledhjet të jashtëzakonshme për dëmet nga ngricat. Nëse fermerët nuk i kërkojnë dhe nuk na mbështetin, është në drejtën e tyre. Sot kemi ardhur t'ju komunikojmë. Me gjas reforma do të miratohet. Me gjas çfarë do bëjmë ne? Ne do të bëjmë këtë. Do thërresim Këshillin Bashkiak. Nuk mund të miratojë një reformë për të cilën nuk janë pyetur qytetarët e vet. Ligji e thot shprehimisht. Ne do të thërresim Këshillin Bashkiak. Ju kërkojmë sot të gjithë këshilltarëve që e filluan mandatin 30 vjeçar dhe e përfunduan si pensionist të ikin nga ngjyrat politike dhe të bashkohen me qytetarin. Nëse nuk duan ta bëjnë këtë gjë, ne nuk i kemi më gjë kësaj pune. Ju votoni pra Partisë, inshallah ju bashkojnë me Devolli në ndarjen e re territoriale. Ne kemi diskutimin institucional. Ne më shumë se sa gjithçka tjetër na dhimbset Maliqi. Asnjëri prej nesh nuk ka pretendime kandidimi që mos i shikoni se çfarë ju përhapi. Mos mendoni ndonjëherë se kryetari i Bashkisë Maliqit do jetë në ndarjen e re territoriale kryetari i Bashkisë Korçës dhe do marrë 630 punëtorët që kanë frikë të protestojnë për të drejtat e tyre. Jam i gatshëm t'ju përgjigjem për çdo pyetje që ju kërkoni. Unë nuk jam zëri më opozitar, unë jam qytetari në shërbim i qytetarëve të Maliqit. Nëse ju keni gjetur një këshilltar tjetër si këshilltar të opozitës, më krahasoni. Unë nuk dua të krahasohem as me opozitën, as pa opozitën. Ktu jam si qytetar. Urdhroni do t'ja paraqeti mediave draftin. Shpej që nuk i drejtohesh gëzimit Nikos e të tjerëve, po deputetëve të opozitës. Deputetët e opozitës janë këtu prezent. Ja kur zoti Kreka me rinin të është. Atëherë, a mund ta lexoj para jush draftin? Jo, dua ta lexoj. Jo, më falni se s'keni kaq ngarkesë. Okej. Nëse ju nuk keni kohë, as ne nuk kemi kohë për ju. Zotëri ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Atëherë, institucionalisht problemi fillon. Drejtuar kryetarit të Këshillit Bashkiak Maliq, sekretarit të Këshillit. Jo më pak se 1/3 e anëtarëve të Këshillit Bashkiak në shkruas të kësaj kërkese.
kërkesë për thirrjen jashtëradhe të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ne antarët nënshkrues të Këshillit Bashkiak Maliq, që përbëjmë jo pak se 1/3 e numrit përgjithshëm të antarëve, kërkojmë thirrjen e një mbledhje jashtëradhe të Këshillit Bashkiak Maliq. Renditet baza ligjore dhe rregullore, me që thatë që tjeshtë, çfarë kërkohet të shqyrtohet? Shqyrtimi dhe miratimi i qendrimit zyrtar të Këshillit Bashkiak Maliq kundër propozimit për bashkimin e Bashkisë Maliq me Bashkinë Korç, për ruajtjen e Bashkisë Maliq si njësi më vete e vetë qeverisjes vendore. Qëllimi i mbledhjes të formalizohet propozimet të tjerat dhe çfarë kemi kërkuar që do t'ja japim në versionin online. Para jush deklaroj që Maliqi nuk i përket vetëm kombinatit, i përket vendbarimit të hershëm prehistorik, i përket varrezave të muzakave, dhe nëse e keni mbajtur për 30 vjet në stembrin e kombinatit, sigurisht që kombinati do kishte një fund. O te Luca. Këtë ja dhat hierarkisht. Kush të do, ja sheshi, ja Medani, ja Këshilli Bashkiak, ne nuk flasim në rrugë. Jam banos këtu në qytetin e Maliqit, po vjen nga fshati më i thellë i kësaj bashkie Dushar. Edhe dua të flas në emër të atyre fshatarëve të aty. Dushari është fiks 65 km larg, që të bashkëqymes pulash. Ai Dushari duhet vit marrë lejë në Bashkinë Korç, po nuk arrin dot. Për arsye se do fler një natë në hotel. Po ditën tjetër ai merr dot lejen të bëj qymes e pulave, se patronazhisi është gati, ja çoj lajmërimin, po bën qymes. Edhe një pyetje do t'i bëj kryeministrit. Kjo bashki e madhe që po bëhet, nxjerr 6 deputet. Le të nxjerrin një. Pse na duhen 6 deputet neve? Mja e kemi një, ato 30 milion lekë që marrin ata 6 deputet, bëhet një qendër fshati. Edhe s'ka më keq. Dua të falenderoj këta pak janë, po dhe duhet bëj një autokritik për të gjithë popullin e Maliqit, sepse një popull shumë punëtor, shumë me tradita, por sot e ka zhgërryer për mua, sepse kjo nuk është një protestë politike, po është një protestë, një hall i madh që do të uvijë qytetarëve të Maliqit. Dhe unë këtë nuk e kuptoj, sepse kam dëgjuar dhe një diçka nga kryetari i parlamentit që ka mbaruar punë me Maliqin. Dhe nuk i duhet me Maliqi. Faktikisht, unë jam në kryetari i Këshillit të Bashkisë. Dhe në rreth parë këtu kam marrë si qytetar dhe si antar i Këshillit. Dhe dua që këta qytetarë Bashkinë e Maliqit ta ruajnë me fanatizëm dhe ta zhvillojnë, jo ta shkrejnë, sepse Bashkia e Maliqit dhe gjithë bashkitë e tjera të Shqipërisë nuk janë ndërmarrje dhe falimentojnë, po janë institucione që shkojnë shërbim qytetarëve. Këte nuk e bëjnë. Dhe kjo është, tani duhet të them dy dafe, politikisht ne nuk kemi qeveri. Qeveria tonë është e dështënuar që të shkrejë gjitha gjërat dhe këtë godini që është këtu, dhe të mbeten për të mërzyer baktia, më falni për shprehjen. Sepse gjëja nuk është kështu. Dhe më vjen keq se njihem plotësisht me shumë fshatra, sepse jam marrë me këtë punë, sepse kam marrë dhe votat e qytetarëve, duhet të ishin të gjithë këtu, pa dallim partie. Ç'është kjo? Ç'është kjo që neve na ndeshkojnë në këtë forum, që të shkrehet Bashkia e Maliqit, kur të gjithë e dimë që janë 81 fshatra, janë mbi 30.000 qytetarë këtu. Dhe si do të vijë qytetari nga kufiri Skrapajt apo i Gramshit të shkojnë në Korç? Tani Partia Niko Peleshi ka mbajtur një takim me strukturat e Partisë Socialiste dhe administratës. A jeni të zhgënjur që administrata masivisht nuk ka dalë sot në protestë? administrata këtu do të them unë dy gjëra. Do ta sqaroj unë këtë. Administrata tek ne, jo vetëm këtu, po në tërë Shqipërinë, është e mbushur me militantë, me të pahap, sepse në një zyrë mund të jenë 8 veta. Këtu ngatrohet populli tani, thot, ta shkrejmë dikush, më shkruante mua dhe e njëfja, do të pas ta shkrejmë këtë bashkit është sepse ti ki Geska. Nuk është arsye as e Geskës, as e Fazliu. Problemi është madhor këtu, është zotëri. Është madhor, se sot është Geska, nesër është tjetër. Dhe problemi është këtu. Problemi është këtu, se ishin 361 njësi vendore. U kthyen në 61 bashki. Çfarë u bë këtu tash? U shtu administrata. Këtu do të ndajmë një gjë. Ndarja administrative sa më efikase, po jo të shkrim bashkinë. Në një zyrë letë një person dhe bashkia të qëndrojë, që të shërbejnë njerëzit në skajnë më të largët, sepse njerëzit kanë nevojë për drejt, ujë, rrugë dhe shërbime. Mendoni se kjo protestë do ndryshoj diçka? Kjo protestë, unë bëj një thirrje qytetarët e Maliqit, kushdo që më dëgjon,
nga çdo media, nga çdo informacion, ju bëj thirrje ditë për ditë këtu, mbas këtu në Tiranë, ku tjetë, neve të qëndrojmë fort që Bashkia Malit të mos shkret. Në rast se Bashkia Malit do shkret, juve dhe unë bashkë do përfundojmë në unerë. Do përfundojmë në unerë. A i drueni që edhe shërbime tjera, kryenisur nga gjendje civile mund të shkojnë. Po normale. Asnjë gjë nuk ka për të marrë. Çfarë do merret? Po mbyll si bashki? Çfarë do merret? Problemi është që s'do vi asnjë investim, se ti mendon që kur duke u zgjeruar këto do vinë investim. Jam mirë njohur qytetin tim, shikoj të gjithë tu janë maliqarë, dhe disa fshatarë që përret. Nuk jam dakord me këtë gjë sepse këtu është bërë që në nisur demokracia, i gjithë populli i Malicit është i persekutuar. Nga politika, nga drejtësia, kanë përfituar nga sinqeriteti të njerëzve, punëtor, fisnik, dhe kanë ardhur dhe korçarë, jam mos Njëra do bëjmë. Se nuk kemi labangjozë që lozin me neve. Jemi popull.